Interpol Tirana arriti të zbuloj përmes sistemit të krahasimit të fotove se 2 shqiptarë, të cilët jetonin me identitet të rrem prej më shumë se 2 dekadash në Itali, janë 2 vëllezër në kërkim ndërkombëtar të dënuar për vrasje në Lushnjë. Artur dhe Arben Mihilli vranë në vitin 1999 një të ri për të marrë hak për vrasjen e vëllait të tyre Sokol Mihilli, i cili është babai i gazetarit që ishte pjesë në Big Brother VIP Stenaldos. Gazetaria Laureta Roshi ka zbuluar raportin e babait të Stenaldos me vrasësin e tij, Rezar Metaj. Ajo u shpreh se të dy ata kishin një marrëdhënie shoqërore, ndërsa shton se Metaj rezultonte në kërkim nga policia 2 vite pas krimit të kryer. Stenaldo e ka marrë të treguar ngjarjen sepse ka qenë një muajsh kur i kanë vrarë baban. E ka quajtur vitin 1997 një vit të mbrapsht. Ishte më shumë se kaq. Armët e 97-s vazhdojnë të jenë armë të krimit. Bëhet fjalë për 97-ën, të gjithë e dim se sa e pasigurt ishte jeta civile, një katraur ligjore dhe një shtet që mezi u mbajt në këmbë. Ishte e madhe vala e urrejtjes së shtetit. Jemi në momentin kur popullsia jon u pajis me armë zjarri. Kjo vrasje nuk është se ka të dhëna zyrtare. 2 vjet pas vrasjes së Sokol Mihillit të Rezar Metaj rezultonte në kërkim nga policia. Konflikti mes babait të Stenaldos dhe Rezar Metaj nuk është bërë ndonjëherë publik. Bëhet fjalë për një marrëdhënie shoqërore. 2 vëllezër jetuan me brengën që nuk shpëtuan dot vëllain e tyre. Është kjo periudha e vonesës së veprimit të shtetit që lë vend për hakmarrjen personale të 2 vëllezërve. Kur kanë kryer krimin kanë qenë 33 dhe 27 vjeç, u shpreh gazetarja. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.